e di se në Kosovë kam një shtëpi 2 dikon. Ana jonë është ta ma shumë punojna në bese në fjallë. Na kështu ashtu një jemi për njerëz me këprica, kështu që tha me të kallëzojna pak, për me mu pa edhe për tjerve, për me kallëzu që edhe na mujna edhe na dina. Që aty e shanta ne kanë e ki nga të veti kanë se ki. Na atje e kena biznesin tonë, i cili quhet Riverside Guest House, ana shlumit, se ashtu ndodhet edhe bujtina. Edhe prej mosës 15 vjeçare, 16 vjeçare, vetë se kena punu atje. Po për shkak shkollimit se e kishim në Kosovë, shkollën fillore dhe shkollën mesme, atëherë e pome se na duhet me kalu edhe pak me punë në Kosovë, për puna me kenë më afër edhe afateve të provime kur e kishim ma letë edhe lëvizje dhe çdo gjë. Edhe me thonë drejtën ta shtiturit, na ja fillum edhe pak mua u socializu me kohën, edhe me kriju edhe shoqërinë Kosovë. Po edhe prej punës që veç janë se me punu këto, atëherë mendume me hap edhe një biznes në Kosovë, familjar, i cili thirret Gjoni's Bar. Këto aty punojna do me thonë me komplet familjen, përveç se në pjesën e kuzhinës, kemi kuzhiniera që punojnë për njëve. Po edhe ata që janë bërë pjesë e familjes tonë. Më shumë okean edhe profesional, për shkak se në moshën 21 vjeçare e kam menaxhu një resort i cili ndodhet në fshatin Bellen, në Gryk të Deqanit. Edhe prej aty e kom fituar një përvojë edhe më të madhe në jetën time, profesionale, edhe ajo vetë se më ka tërheq me qëndru brenda kufive të Kosovës edhe thjesht me zhvillu veten edhe më shumë në pjesën e gastronomisë. Shqiptarët e Kosovës janë shumë mirëprisa edhe këto. Janë kanë edhe shefat se kom punu ma herët, të cilët më kanë bërë një shumë rahat si me kanë në shtëpinë. Edhe thjesht nuk më kanë ndonë, është as për fëmijëve të vetëm, çast lloj afrimiteti e kom pas. Edhe biles një kohë njerëzit e jashtëm kanë menduar se jam një çike tynje se nuk e kanë taku kur më herët. Po edhe mbrana stafit aty, më me thonë që njerëzit e Deqanit janë shumë njerëz me këprica, edhe rrethi atje, edhe shoqënia atje, thjesht më kanë afru aq shumë nga të vetit sa nuk kam mujt, edhe tash nuk muj me nda prej familjes teme. Edhe pse jam largu prej aty, shitën e prap, edhe shkoj rris një shtëpi teme, e di se në Kosovë kam një shtëpi 2 dikon. Po me thonë drejtën, normal se si vend dytë, asnjë vend nuk duket, ku do në botë që të shkojsh, prap se kur kthehesh në vend tonin, kime ke njëri ma i lumtur. Une si të kaloj kufinin edhe him mrena ma lidzion e thjesht një në shtëpi teme, edhe e di që jam rahat. Na dallimi është nështë pak të mentaliteti, që na e vrejna të njëri tjetri edhe normal pak të e folena se do fjallë se i përdorim na i këtu në Kosovë nuk na kuptojnë, është na i fjallë aty këtë. Ama jo krejt. Po, se di, na ma shumë, ana jonë është ta ma shumë punojna në bese në fjallë, edhe njësoj rina mas si me thonë të në Kosovë, nuk po thëmë se në Kosovë nuk është, po thjesht atjete na e vrejnë, kështë edhe kur të folë me dikën e kiqat ndjesi, e kiqat rati, se kur të shtu thonë po, jo, se di. Po të mirë janë, i mirë është edhe Kosova, të mirë janë edhe njerëzit këto, se nuk isha vendos me hap një biznes në Kosovë nëse veç nuk isha një rahat me punu me njerëzit këto. Mas e lash punën në fshatin Bella, atëherë unë vendosa me u kthy te familja në Prishtinë, se na këtu e kena edhe një banim, për shkak të shkollimit edhe këto punës që kena jetojna. Edhe ja nisa me punu me një lokal tjetër, aty isha si ndihmës menaxhere. Edhe kur ja nisa aty me punu, thjesht nuk u nisha si me thonë rahat, e plotësume. Edhe tu bë bised me prindrit, më thanë po hap diçka tonin, nëse thjesht nuk përatohesh, e ke qef me punu gastronomi, hap diçka tonin. Edhe me thonë drejtën, qas kisha qef, po qaq edhe nuk më isha, se u tramsha me bo, po kur e po që nana dhe baba jem adin, veç janë të më përkra, atëherë thash po më radin, te provojna, pa provu nuk më në edin kërë. Po edhe tash unë e kom bë këto muhabet me nanën dhe babën, adin që aty si që rina mas darkës në shpe. Tani stiri agji jam, unë e kam një agj, ajo është në Zvicër, e ka restoranin e vetë atje.
Edhe I thash o gjë adin që po thua adin atë hapi. Edhe ai tha, po, adin është shumë I entuziazmuar, adin e tha një poshë, okej, a vëdin, përkrajnë mrena shtëpisë, përkrajnë edhe agjallarët e mi, a vëdin, hallat, edin, ki nevoj me një kajherë shumë poja, është shumë pohime për me fitu atë sigurinë e vetë, e sidomos në biznes, është një hap shumë I madh për ty, e sidomos për një femën. Okej, në emocion shumë I mirë. Qëra dhonë si fillim, kur mi ka dhonë qelësat e lokalit në dorë, jam tutë edhe I konë që qelësat me njerë, su nuk e di se mu dëkë si një barë shumë e madhe adin mi vete, e din thash mora diçka shumë madhe, e o ka realizohë që kështë e pritë, ama o kënë shumë mirë. Edhe klienti I parë, o kënë bashkë familjari jemi, ai nuk e ka ditë ademi që o ardhe, hajtë e kanë ha biznesin, qëkojnë atë fina ka I kafe, bashkë familjari jemi, o kënë personi I parë se është ardhë, agji jemi. Edhe po më mërmenja e kom pas edhe pak kamën e marë, kur t'ja nisësh me familje tane. Edhe ditën e parë për entuziazmit madh, gëzimit madh, kush ardhi, ja u lëmë për shpisë. Më tonë e kom pas se fitim për Po, na kështu ashtu një jemi për njerëz mi këprica, kështu që tha me të kallëzojna pak. Procedurat administrative janë shumë të lehta, janë njësoj si krejt, ama është pak vështirë, se sidomos kur jeni një moshë shumë të re. Kur t'ulesh ti me folm, zakonisht kur t'ulesh me folm me furnitor, ata I kanë 30-40 vjetë, ata është ti shka si një 23 vjeqare, apo din. Edhe diqysh t'hajnë pak në sy, si me thonë. Ama kur nuk dush mu intimidu. Se ti nëse veç jetu e hap qatë biznes, atëherë ti jetu e njoh qatë biznes. Kështu që kur asnjë femë nuk duhet me intimidu asnjëherë. Duhet me kenë shumë e sigur në vetën e vetë, edhe nëse ajo mendon që është ashtu me bo që ashtu që është dëna ajo. Jo mu trem, si me thonë prej tjerëve. One vetë kom hap biznes të femën, one kom hap tashti e me motrën teme. Adin, ato e kom pas të ato një prokuror shumë madhe, se nuk e përmena, adin, pa motrën teme s'kesha mujtë, heq. Po, si dy femna që kena hap një restoran bashkë, atëherë, mëj me thonë, unë e kom prit nështë edhe për femnave tjera që kam bizneset veta me pas përkrajen e tyne, po nuk mundish me gjetë, edhe se gjithkush I këshirë punë të veta, normal. Ama po besej se duhet ma shumë I përkraj, nëse ti individualisht si person, e din që një femën e ka hap qitë biznes për krahe. Se për një femën është pak ma zërë, është pak ma zërë për në aspektin emocional. Kështu që ka nevoj për një përkrahje. Nëse për shembull, s'po thom të anë, nëse një femën tjetër e ka qenë një restorant, ose një kafe, një ëmbëltore, nëse s'munish çdo ditë me shku me pi një kafe, një ditë muj shka, adin. Që me thonë, jepja që atë entuziazmin me po që ajo mundet me arrit diçka, mundet me bë mirë. E ka shumë femna në Kosovë që mosha dhe ma të reja, janë udhëheqëse bizneseve të veta, edhe janë shumë suksesshme. Thjesht se hala janë në hije, ka nevoj pak me dalë për qasajna, për me mu pa edhe për tjerve, për me kallëzu që edhe na mujna edhe na dina. Para gjykime, pak po, edhe normal, pak po, ama është mentaliteti jonë. Edhe na veçina të pajtume që të fakt, që me thonë, është keq, ama veçina të pajtume. Unë edhe jam asi personi se nuk I ngjoj fort fjallët e tjerve se çka thonë. Unë të thashë, ne kom pas përkrahur mërëna familjes, mu nuk më ka interesu. Mu nuk më ka interesu nëse të nesme e kisha mshil. Apo den, veç më rëndësi e kom qelë edhe nana, babi, agjellar, motrat e mija, vlajem, apo den, ata më kanë përkrahur, qa është vinë. Qa është vinë bre njetë, veç tut me të përkrahur. Lokalin ku e kom hapë une, ai mërëna 6-7 mujve ishë mshil 3 jere. Edhe unë tash isha e 4, ta se e marrë, edhe krejt ma vëshin ku. Ka me të mshil lokali, janë ti femën. Zijas që ke investu në të, se ka me të mbyll lokali, adi me një herë. Edhe tani për shembull, qyshe bonet I tënë që t'investem. Kush t'i dha t'i parë për me botën që t'investem. Apo den, t'i vetë, që ka qëri, tëna që të parë, apo den. S'po thëmë që e kom po krejt vetë.
më ka ndihmu familja jeme, normal. Amo thjesht apo din që kjo nashta ajo pyetja më e madhe, din kjo këto çka është reja, din ku i morën këto tana çto pare. Ma me menja që kjo është ajo si femën të s'po dashka me pas pare në përdor për gjetë. Jo. Tena nuk është që kjo menim, nuk është kjo mentalitet, që me thonë. Tena, turizmi në Malzi, se na jena të krajinës së Plavës së Gusisë, fshati Vuthaj. Atje është i zhvillum turizmi shumë, është turizmi malor. Edhe ka shumë bujtina. Për shembull, na kena kushëri se i lanë në shtëpiat e tyre thotë se ata jetojnë në Amerikë, si shumica e anës tonë. Po, për shembull, nëse unë si vajzë e re edhe ja bëj kushëri, adin ama e jep me qëra ti për me lëshone këta për si bujtin, adin të përkrahen, kur kush nuk thot ju. Kanë ana jonë, s'po di ana jonë, tash pak keq nashta, ama i përkrahin, fëmijët e vet shumë i përkrahin. Nëse ti do me bëj diçka din këta kanë me përkrah maksimalisht për çfarë them. Na si shqiptar e kena që ti dush me kry shkollën për me kenë dikush. Jo, adin nuk është shkolla për gjithkanin. Nëse një femë si pëlqen një zanat, një profesion, një diçka, do me hap diçka të vete, veç le të kabër për krajnë me në familjes. Veç le të thot nana, baba vet, një agjallar mutrat, adem vllau pu, atër pu, ka me kem për ty, hape, adem bane, mëse me në dështimin. Pa e provu nuk munish me ditë, ako me dështu, as ko me dështu. Asë që në nuk e di, ako me dështu, në sa e kom hap, pas 3-4 mujës më nga bo, hala nuk mi me thonë që unë jem të pas shumë sukses, ose në kom dështu. Ama le të bojnë që ato besojnë veti. Po edhe familjet, më shumë për familjet, isha thonë për krajnë fëmijët e juj. Edhe mos me në ka me më thonë aj tjetëri, kjo tjetëri, ka me menu aj tjetëri, kjo tjetëri. Thmija jo që shpo dhe mundi, thmija jo e ka që atë energjin, që atë vetë besimin edhe është që kjo mosha, që ti mundish me punu shumë që ta është për me arri diçka. Kështu që qëta është ajo koha se ke nevoj me të përkra krejt. Adem, si të bësë familja jote, edhe shoqënia normal, adem ata. Që aty e shenë tani kanë e ki nga të veti kanë se ki. Na biznesi Malzi e kena që ta është nga banë 70 vjetë. Edhe ma mërmenja se me ta kena me arrit edhe ma shumë. Edhe për biznesin Kosovë restoranin, po marrë me mërmenja se ka me banë ashtë tani a mërmenja Prishtinë. S'po thamë 100% se nuk i dijet, mos unë gjikani. Amo me qatë njët e kena hapa, din, ta është të shohim. Qëra, one i kom pas 21 vjetë, kur pronari një resorti shumë madhë, që është në Gryk Deçanit, ma ka dhënë në dorë, qelësat e resortit ma bo menagjo. Adin, menagjo se qëtash është e koha adin ti me kalzu vetën. Ty të vynë dikush që me të besu ty njëherë diçka shumë madhe, që ti me pa vetën tane a munish a nuk munish. Nuk është mosh ideale. Normal se ti dush me bo një farë praktike, një farë përvoje të punës, ama të vynë njëherë dikush me të lëshu ty një projekt vogël. Sikur aj që më ka lëshu mu venin e vetë në dorë edhe më thonë, tash është ti me kalzu vetën tane. Mu ma ka marrë menja se unë e kom kalzu vetën tane shumë mirë. Edhe tani kur jo marrë Prishtinë, që kom thonë, okej, të qili tash të restoranin teme dhe të shadin temin se qa po bëj. Amo ki nevoj që me thonë është krejt mënyra si ti trajtohesh. Nashta, nëse one thjesht nuk isha trajtu mirë me rrethonat e mia jetësore, s'po thëmë që e kom pas fushë lula, apo din. Amo nëse nuk isha trajtu nashta mirë pej pronarit tem, pej ish shefit tem, ma besu mu një qasë venin dorë, atëherë unë s'kisha pas guxim as në Prishtinë me bo diçka temë tani. Edhe nëse kisha thonë, ja, s'ma jene këtë me bo. Kështu që krejtë janë rrethonat jetësore, nuk ka mosh ideale. Ama më rëndësisht ti me di se çka dën. Ti edhe nëse dhe me bo që të sen, mos të bë 2 muaj edhe me lanë. Edhe bënu pak ma konstante ta. Edhe provu pak ma gjatë, se nashta mujnë e parë zdejt, mujnë e dytë, edhe nashta tretin heq, ama nëse ti veç je konstant me qëta që jetu e dasht, atëherë keme më rri pa tjetër, normal. Kur kush nuk është boj pasën të nejtë, asë të mos punu, asë kur gjo. Krejt kanë hek diçka, krejt kanë bo diçka, krejt kanë punu për dikan, e tani kanë arrit që atë. Vish dush me pas besim në veti.